إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për i falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira, mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij të pastër dhe të ndershme, dhe të gjithë besimtarëve dhe muslimanëve të cilët vazhdojnë për ta ndjekur rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, fillimisht e lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Zoti jon te bareke wa taala na mundson që të kalojmë minuta ku do të mësojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga fjalët e imamëve dhe dietarëve të muslimanëve. Ndarja e kohës për ta mësuar fenë e Zotit te bareke wa taala është nga gjërat më të rëndësishme në jetën e besimtarit. Marrja e udhëzimeve, marrja e mësimeve dhe rrugëtimit të gjatë që e kemi për në ahiret, dhe se si rrugtohet dhe se si ecet kjo rrugë në mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, është ndër gjërat më të domosdoshme në jetën e besimtarit. Sikur që ti kur e merr një rrugë, ki nevojë për, apo i thonë navigacion, pra udhëzim që të tregon si me ecë rrugën, se ti nuk e di rrugën. E bota e ahiretit është edhe më e komplikuar se bota e dunjas. Andaj muslimani duhet që të ndan kohë nga koha e vet për ta mësuar librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sonte me lenin Allahu subhanahu wa taala do të ndajmë disa minuta që të flasim për një temë shumë të rëndësishme të cilën e ka përmend Zoti jon te bareke ve teala në Kur'an, e ne do ta mundsojmë që të theksohen pika të rëndësishme për mbledhjen nga se tema është shumë e gjatë. Cila është kjo temë? Është se Zoti jon te bareke ve teala në Kur'an na e ka përmend një qenje prej xhineve, që është iblisi, shejtani, si armik të njerëzit. Dhe besimtari ka obligim që ta trajton iblisin dhe shejtanin me armiqësi. E ne kur e trajtojmë dikën me armiqësi dhe frigohemi prej tij, ne i marrim masat mbrojtëse. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an për shejtanin, innahu lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Shejtani për juve është armik dhe ju duhet ta konsideroni armik. Nga se ka mundësi dikush me kanë armik, por ti nuk e konsideron ata armik. Dhe mendon se ai armik i jot edhe ajo dosti jot dhe pastaj ta bën sherrin. Andaj Allahu thot fattakhidhuhu, ju merrni llogaritnë për armik. Shikoni të ndëruar vëllezër, dietar kanë sjell shumë shembuj. Ne sot do të flasim për hyrjet dhe portat dhe korridorët, pra vend hyrjet nga na hin neve shejtani. Pra ka duhet na mi nal ato dyr, edhe ka duhet me imshel me dryna vendet ku hin shejtani te na. Se nëse hin ai pa ta tjetër problem kemi. Po besimtari duhet me ja ndërprej rrugët shejtanit që mos hyjë tek ai. Për shembull, shikoni krejt shtetet e forta. Gjithmonë pse ka ekzistuar njerëzimi, kur ka pas perandori, saltanat, apo kur ka pas lloj-lloj organizimi shoqëror, shtetëror, njerëzit çfarë kanë bë? Gjëja e parë që kanë krijuar ushtri mbrojtëse. Ushtri e cila garanton qetësinë e banorëve. Apo për çfarë arsye? Nga armiku i jashtëm, që mos vjen dikush me ta prishë rahatien. Dhe sot ne i shohim shtetet se më shumë ti çka investojnë, çfarë investojnë? Më shumë ndoshta edhe se në hajën pije shtinte puna e sigurisë. Thotë unë duhet jam rahat. Dhe vazhdimisht mbledhen dhe bëjnë organizime që njerëzit jenë të mbrojtur, sicili me atë takatin e vet. Për shembull, gjithmonë njerëzit kanë bërë organizime që të mbrohen nga kush? Nga kafshët, nga hyjvanati. Sidomos ata të cilët për shembull kanë jetuar larg qyteteve, i kanë ditë se çka duhet me bë besimtari apo çfarë duhet me bë njeriu që të mbrohet për shembull prej egërcirave. Nëse supozojna për shembull se na paraqitet një tigër apo një luan apo një ari, apo edhe ka imshat. Çka bojnë banorët? Krejt mobilizohen. Mobilizohen çfarë? Dhe japin alarm, runu kështu pse thonë mos shkoç aty derisa ta neutralizojna. E tani a dim na kanë hi shejtani. Ka vën shejtani te une. E dikush shpesh thot, çish ta di unë o gjë se a kam shejtan. Sidomos në kohën tonë, ku njerëzit për shembull ju kanë tollovit informacionet. Apo tash besimtari duhet ta dinë qartë se mua që kjo pikam vjen. Apo na hinëm çtu ka dera. Nuk mundesh me hika dritarja. Dhe di se ka janë ndaljet.
Zakonisht keni pa për shembull në për ndërtesa, në për hotele, në për vende të ndryshme, ka dalje emergjente. Apo ka dalje emergjente. Për çfarë i thonë emergjente? Për rast krize. Ka gjëra të cilat janë për shembull për me fik zjarrin, edhe kështu me radhë. E tani neve kit këto sa për të ilustruar. Neve na intereson si me e dit kam himu shejtani dhe më janë udrinin çaty. Që ai mos hihet te unë. Allahu xhelal thot, ai është armik i juve. Si të hije, për shembull, të ndërum xhamat. Nëse heqetuni arush, Zotin arrujt, apo një tigër apo një egërsin. A mëna në me thonë, mos na ban najsen. A marrë vaqaj? A mëna me thonë, përshë, mos na nguc, s'marrë vaqaj. Majke se egërsina o shejtani. Se aja betu se ka me të deviju, aja betu se ka me të lejthit, aja betu se të ka armik, të ka problem tije, aj nuk knaqët vetë të qojë në gjenem, Zotin arrujt për gjenemit. Andaj që duhet me bona, me edit ka futët shejtani. E na sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do ta shohim se ka na futet shejtani. Kjo temë shumë e gjatë, sicila prej pikave ka përmendur Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu teala, 12 dyr nga na hin neve shejtani. Edhe pastaj sicila pikëtyn ka shpjegimin e vet, ne do të mundohemi sot me lejnë Allahu te bareke ve teala vetë ta di ti ta kish qartë se në këtë ndërtesën ku jeton ti, në këtë dunja ku jeton ti, çeto vene i kije të me lokal, e di thot, që kjo është lokacioni, pika hi, porta ka hi, mshele derën. E pastaj nëse ndodh që ka hije, atër ka tjetër trajtim që është nxjerrët jashtë. Ajo e problem tjetër. Sot do ta mësojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala te trupi njeriu, te mendja njeriu, te shpirti njeriu, ka derën shejtani. Se Zoti ja ka mundsuar. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith, inna ash-shaytana yajri min ibni Adem, o fi ibni Adem, shejtani qarkullon të biri Ademit me gjëradem, ka hec gjaki. O ka hec gjaki, shiko, gjëja më e rëndësishme, ka hec gjaki, hin edhe qarkullon shejtani. Po këtë arsye të ndërum xhamat. Ne sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do të ndalemi me portat, edhe dyert, edhe hapësirat ku futet shejtani. Cilat janë ato? E para për tërë thot Abu Hamid rahimahullahu teala, thot dhe prej dyerve më të mëdhoja, të cilat shejtani futet në to tek biri Ademit, cila ka thon el ghadabu wa shahwa. Dera e parë cila hidhrimi edhe epshi. Çdo dy i ka dy dyert të forta. Kur ti je nervoz, ati i çelë dera si me kështu, i çelë di derë madhe. A u bën nervoz? U krija i thotë unë tash. Qatë moment që ti të nervozon dikush, apo ti josh dikush me epsh, dhe ti lakmon, dhe ti provokohesh, në atë moment shejtani sikur ti e ke bërë kur e çelirën. Ai hi. Andaj gjëja më e rëndësishme që duhet besimtarit ta kontrollon cila hidhrimin edhe epshin. A keni pa njeriu për shembull kur është i hidhur? Nëse i inqizon, a di sa keq duket, se edhe që tërkush ati. Për këtë arsye ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë ja Rasulullah. Ka thënë ausini, ma japni nasihat testament. Tan jetën ta mbajt, se wasijet edhe nasihat ka dallim. Ka dikush që thu, ma japni në nasihat, çe vllani nasihat. Nëse të prapni nasihat. Sa tash na tu bëj nasihat. Po kjo s'do të thonë që nëse mos më nguni ders tjetër. Ama ka ardhur një njeri ka thënë ja Rasulullah, bëma në nasihat, edhe masi të desësh ti, edhe për tan jetën me kanë kjo, këshill për njerëzimin. Çfarë ka thënë alayhi salatu wassalam? Ka thënë la taghdab. Mos u idhno. Mos u nervozo. Kti u ka du këshill, ka thënë kjo që ta e din këtë. Ka thënë ja Rasulullah një tjetër. Au sini ja Rasulullah. Bema një tjetër ja Rasulullah. Ka thënë la taghdab. Mos u nervozo. Dhe për shtrejti ki prap që ka du, ka thënë unë që me që ta e dije. Mirë po pejgamberi sa më kam çel derën shejtanit. A mund ta paramenoj të ndërum xhamat një njeri për shembull, nëse ka arrit me kontrollu veten se në nervozon. Për shembull, mahall ka njerëz sigurisht edhe në qytet, edhe në përfshatra, njerëz që na i njohna se në nervozon ti ata. Është problem me nervozu. Edhe ka njeri, për shembull, hiç në dakikën më të vogël, ai thotë mos u ndal pitaktit me njëra, apo? E tash kyre ki edhe ky. Ka ardhur transmetime se e kanë pyet shejtanin, iblisin. Megjithëse këto janë transmetime sa për ilustrim, ndërsa ne i kemi shpallët Kur'an dhe hadithin. I kanë thënë shejtanit, çka ban ti me birin e Ademit? Ka thënë kur e ki mas mirti dhe mas shumë ti që manovron me ta, ka thënë kur nervozohet, luj top me ta. Sikur që lun fëmia me top. Se ti më nuk je, qarkullon gjaki, vlon, edhe zvoglohen gjërat, edhe shejtani të merr.
Andaj dera e parë, cila hidrimi, ka thonë alayhi salatu wasalam, për streti kur i ka thonë këtij, edhe një herë Rasulullah testament tani jetën. Ka thonë mos u hidhno. A mund të para mund të ndërum xhamat, për shembull, i dërguam i Zotit. Pejgamber që më vulosët me ta pejgamberia. Zvjen mas ti më pejgamber. A ka ardhur pejgamber mas ti? Zvjen, vula pejgamberve. Hoxhallar po, dietar po, ama pejgamber jo. Edhe çka ka ndodhur? Para më no vjen njëri thot bjema një testament tani jetën. Tash zakonisht njëri prit, kam ja shkruajt diçka të madhe, kam i shkruajt bërë ta shkruaj. I ka thonë mos u hidhno. Mos u nervozo. Si të mundesh me shtin veten në kontroll që ta e ki më të madhe. Andaj arabët e kanë pas zakon që me u luftue me mundje kështu me radhë, dhe ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk është i fuqishëm ai i cili të mund, apo në pilivan. Dhe ka ardhur transmetim tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thonë sahabeve, çka numëroni ju të fuqishëm të ju? Ka thonë ja Rasulullah, çka e rëzon tjetrin? Më i fortë rëzon tjetrin. Ka thonë pa e dini cili është i fuqishëm? Alladhi yamliku nafsuhu inda al-ghadab. Ka thonë i fuqishëm ai i cili kur ka nervoz e mor veten. Problemet këtë botës janë kur ta kshirsh për shembull. Shko ti mas çdo problemit. E thot pse e bën edhe ti këta? Nervoz kesh. Ha, do të ka mojt veten. Kjo është e para. Edhe e dyta te dera e parë, cila epshi. Me bë me të kap shejtani për epshi. Me bë me të kap runa Zot shejtani për lakmie. Atëre lul me tije. Për këtë arsye të ndërum xhamat, dera e parë që duhet t'ja mbyllim shejtanit, cila që ne mos të kemi zgjidhje dhe mos kemi pra humbje të kontrollit në nervoz edhe në epsh. Mohane mirë këta. Epshi dhe hidhrimi. Mos le kërkush me të provoku, as epsharakisht, mos le kërkush me të provokue, as në mënyrë të zemrimit. Nëse të zemron, apo të provokon, apo të bën diçka e cila ti për shembull bjen prej asajna, ti vetë se llogaritë kështu, çfarë ja ke gjetur? Andaj dera e parë që duhet të mbyll, kjo temë shumë e gjatë. Nëse i lexon shumë prej ajeteve të kuranore, Allahu xhëna thirr neve çfarë? Wal kadhimin al ghayz. Shiko dhe shpreha kuranore shumë e fuqishme. Wal kadhimin al ghayz. Ata shka e marrin mllefin e shtin mrena. Pse? Se kjo del flak nxjerr. Njëri vrat njëri nervoz. Apo njëri vrat njëri nervoz. Njëri për epshin e vet ban skandal. Për këtë arsye të ndërum xhamat, të kemi kujdes te dera e shejtanit, e cila adresa quhet hidhrimi dhe epshi. Hidhrimi dhe epshi. Dhe shikoni njerëzit për shembull, kibri pika vjen. Pse njëri për shembull hec me mendimallsi? Apo son nervoz. Apo son nervoz. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala kur i ka përshkruajt gratë e xhenetit, kjo tem veti. Po vetë ju ka dhënë diçka që ta dini çka ndodh me njerëzit. Apo kur i ka përshkruajt Allahu gratë e xhenetit, i ka thënë wa qasiratit tarf. Ata rrin si marrë që shtu në i sinit i kanë të përulta dhe nuk shirë, nuk, apo. Ibn Qayyim el-Jawziyja thot, gratë e kësaj bote të devijume, çka bojnë? Thot, rrin nervoz. Pse rrin nervoz ajo? Sa ajo vazhdimisht prit me u dhon kimeti. Pra këtë dunjaj mi thonë sa e mirë kanë, këtë po dojnë atije, ajo kurse merr këtë konsumim, çka bëhet nervoz. A dhe kjo ndodh për shembull, kjo temë tjetër. E tash për shembull ti e gjen çdo njeri për shembull. Pse i vëlla nervoz? Nëse e deshifrojnë ata, s'ma din kimetin thot. Çe unë? Domthon më i miri në botë s'ma din kimetin. Unë njerëzit kanë nevojë për mua, edhe krijon fillon nervoza. Dhe kaptina tjetër cila është epshi. Dhe njerëzit me lakmit e tyre, me dëshirat e tyre, me joshit e tyre përfundojnë në xhenem. Kjo është dera e parë. Andaj ta mbyllim derën e parë të shejtanit. Sepse shejtani nuk vjen këtu me trokit, a bën me hije, jo kështu solli nuk e le. Ama ti nëpërmjet karaktereve, nëpërmjet atyre të cilat i ka kriju Zoti te na për qëra arsye, apo nëse do të dikush, e pse Zoti ja ka mundsu me hite na shejtani? A kjo është prova? A kjo është prova? Po ndyshë çish me ditë na për shembull se ti çfarë njeri je. Ç'më ditë na. Ti kur i merr parët, i kontrollon i çon te ai kombimori, ai thot këto janë fallc. Apo e merr altani, ai thot ja çon ti do altan, thot çire ç'kjo ana altan, ç'kjo tjetra nuk kanë, kjo ka hekara. O ma ngjëros tash me të verdh. Çdo sen çka duket e verdh nuk ka altan. Çdo njeri çka duket i mirë nuk ka, derisa të kalitet në gjërat e kësaj bote. Kjo është dera e parë. Dera e dytë, thot Abu Hamid rahimahullahu taala. Thot dera e dytë është el hasadu wal hirs. Zilia dhe dëshira e flak për arritjet të kësaj bote. Shiko për shembull zilia. Çka e ka bëu shejtani shejtan?
Çiket për të cilin ato vol, mos na hije te dera, mos na hije. Apo e ka sjell Ebu Hamid al-Ghazali rahimahullah një shembull tjetër. Ka thonë me hini bik në shtëpi. Ja, a problem? A problem. Për shembull me hini në tarak, në muzat. A problem shtëpi me hije. O është problem. Se ban banda me hije. Në dele me hije tu do ban do. Para më kon kafshë egër. E para më no për shembull, kit egërsia am ledh të shejtanit. Kretë egërsia am ledh të shejtanit, a mund të para më me tije. Por këtë arsye të ndërum xhamat, duhet të parafitojmë gjërat sikur që ne ka shpjeguar Allahu subhanahu wa taala. Por ka thënë Allahu xhel xhelalu kur e përshkruan gibetin sa i keça. Apo, a mund ta paramendoni, bës me kon shembulli kuranor, çish e kishte përshkruajt gibetin. Sa keçon për shembull me bo gibet. Nuk e kishmi ditë. Zoti çka thot? Ha? Është sikur me hangër njërin vdekt. Të ndërum xhamat, duhet me kuptuar shumë mirë shembullin e Zotit xhel xhelalu. A mund të paramendu për shembull ti më pa një njeri, ja ka bë më dorën ta ha. Shi të bëvë vëlla. Bëra me të ha dorën, ta ha krijen. Paramendo me pa xhenaze. Ti du kanibal kana, ky njeri, haj ka njeri. Mirë po, sash runa Zot. Cili pineve çtu ka pak se ka hangër. Se ka kaq, apo. Cili pineve në çajtore s'ka dalë edhe mini herë muhabeti para kon diku tjetër jashtë atyre që janë aty. Zoti na ruaj dhe na pastrof ya rabbel alamin. Andaj gjëja e parë të ndërum xhamat ta dim çfarë. Është se shejtani vjen me ata që ka të vetja dhe ta nxitet te ti. Ha? Thot ti po duket më i mirë. Po lejebe. Çka ka të vetja? Çka e ka bëu shejtani? Shejtan zilia. Andaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyja rahimahullahu taala, zilia i ka parapri kufrit në ekzistencë. Para se me kon iblisi qafir. A kon një herziliqar, masani apo qafir. Andaj dëgjoje fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Ne ju tham melaqeve bini sejdë Ademit. Këtë melaqet ran sejdë, mini ar fasajadu, mini ar kanë sejdë. Se s'kan ato zili. Thot illa iblis, përveç iblisit. Vini re tani. Allah thot nuk thot iblisi ka qafir mos u bëu ziliqar, jo. Thot aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Ai tha jo unë zbi. Na jetë tjetër ka, ana khairun min, tha o Zot, unë jam më i mirë se Ademi. Shumica e njerëzve është se ata mendojnë se janë më të mirë. Cili pineve mund ta mendon, tash do një autoritet të madh, po. Apo, edhe pse ka të shmendur që i shkon mendja, unë jam më i mirë se Banifja. Unë jam më mirë se Shafia, kush ka kon Shafia. Ama këto janë domethënë tamam ato të bardhose çka i thon ana. I shmend komplet. Ama ka njerëz të cilët, për shembull, këtë budallok nuk bin, këtë marrzi, ama thot shire, na është më i mirë se Bonife, jo, mas të mbatinz valla, nuk ja jap dorën kërkujna. Shkon mendja, apo ose në shkup, sidomos, ku ka çlitet mëoja. Edhe kush pastaj me pa shejtani këta. Thot ti shkoj kam sa më i miri. E mitet çtu. Ty mit çaty. Çka thot? Edhe pastaj kjo, disa kondikime, kjo ka ndikime të shumta. A di se ne ka ndikimin më të keq? Por shemo vend dikush ta jap një nasihat. Ta jap një këshill, thot mo valla se ç'kjo s'ban. Gjëja e parë kur ti refuzon me amor këshillën, cila ki më dhon mu këshill, po unë jam manalt. Edhe ku ta këshill ti je manalt, apo kima poshtë, pse më mor këshillën? Mirë, e shpall ti kit batincën se janë mas këshill se ti. Kush këshillon? Shokush me këshilluar. Për këtë arsye të ndërum xhamat, kujdes. Zilia smundje ka thon alayhi salatu wassalam. Është ajo e cila si brisk i pret kit këshillat. Andaj kujdes me ziliën. Zilia i ka bëu edhe muslimanët mu hangër në mesveti. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë nuk kam tut se ju keni bubo qafira mos i vdesole. Çiko? Ka thon nuk tut atë që bëni qafira, ama ka thon ama në mesveti keni mu hangër. E çka bën të ndërum xhamat njëri mu hangër në mesveti? Kur e diti se çiki është vëlla musliman dhe unë jam musliman. Një Zot e kemi, një kible e kemi, një Kur'an e kemi, një pejgamber e kemi, një rrugë e kemi, një xhenet e sinona, një xhenem do na murojt pitina, edhe në fund ama jo ti valla. Kjo është zilia. Andaj dera e dy cila, zilia edhe hirsi. Hirsi çka? Kur ti s'n ngopësh të merresh më shumë. Do krejt. Me ta mundsu e ti dikush kështu. Me thon, po dojna me ta nxjerr në te notare këtë batincën time të Allah. A e merë? Po në kësho në njerëzi. Këtë ma do me zonë, këtë komplet. Me të ndera, shka ka, dikun, pare, bem një këtë, thot. Nuk ngopët njeriu. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mi pas njeriu një lugin me ari, para me ndo të ndërum xhamat. Një lugin me altan. A thot, elhamdulillah.
Andaj gjithmonë Allahu subhanahu wa taala kur e përshkruan rrugtimin e qafirit në Kur'an në raport me atë imagjinatën e vet, çka thot? Kesarabin. Ajo është sikur një mirazh. A dini mirazhi çka? Bedilli ngjade. Edhe duket si ujë. Ti kur të mrish, to kana kon. Edhe shtash ta çet mirazhin pak më larg. Çështu, edhe nga thot Allahu xha, në fund kur të vjen vdekja, fa wajad Allah inda. Edhe shkon te Allahi. Edhe thot kur gjons kana kon. Po këtë arsye sa njëri thot ti baj dorën, e di unë më sa ne çka baj. Kur gjons un ban. Çat moment çka mrin te çka pika, ku ja ke numerën, më sa ne kjo pika, ki mirazhi, shkon më larg. Edhe ti vazhdimisht kështu. Kjo është hersi, çka kudo veç edhe pak. Andaj duhet kujdes, duhet me bë dopt, duhet me nalta, ka dalë. Sa i do dash po, thuj vetes. Sa parë i do. Sa do më mrin valla, na alu pak. Nga se Zoti nuk na ka kriju neve që me i shtrije ambicet në këtë botë. Se pastaj na jesën gjëra të ndryshme, të sa janë më nësi se kjo pa i krye. E treta prej dyrëve, cila të ndërum xhamat. Shiko, si cila piqetinve dyrëve, nëse na mundson Zoti te bareke ve teala, po këtu nuk e kemi tash mundësinë, ne do t'i shpjegojmë detaj. Detaj për detaj tash, çysh e çel derën. Çysh hi. Çish mundesh për shembull me pak nervoz, se ka nuk dikush thot për shembull, po xhe valla me bash pa u nervozue. Po, i bën ka ime që thot nervoza duhet sa më mbrojt. Allahu ta ka kriju nervozën, ai ta ka krijuar, sa për më mbrojt, jo për me aqil derën. Epshi për shembull, epshi te gruaja jote halal, o mirë. Ama kur ki epsh, apo njerëzit i thonë penda. Ujin e mbledhen dhe e nojnë një penges. Pastaj e shërbejnë ata. Para më me e pendën, e marr katunin. Epshi të na, zilia të na, ajo hidrimi të na, është e mirë, ama në ja pendën. Edhe shfryzoj veç për vetin tanë. Ti për te gruaja jote, ki e epsh. Edhe ki dëshirë, ki lakmi, ama mos të dale kjo e me hub kontrolën se pastaj ban dalashe. Andaj këto dyrë janë shumë rëndësishme të ndërum xhamat, që ta ndalmi nalu kështu, mos çel derën. Thotë Abu Hamid al-Ghazali, ma mira mos mja çel derën se me luftu masi ti imrejna. Hajt ka zonë ti mu për shembull, nëse ti e mshel derën dhe se le çenin me imrejna, arri rahat ti, e ke mshel derën. A me imrejna mobilizimi do të bësh shumë më i madh, sa ai siklet tu prap tonë ban. Andaj sa më sigurt të minet me drynjat. Allah thot fattakhiduhu aduwa. Marrë në për armik. Dera e tretë, cila të ndërum xhamat. E tash don Abu Hamid al-Ghazali këtu e zbrit në detaj mo. Dera e tretë cila? Ngopja me ushqim dhe mbushja e barqeve me ushqim derisa ja do çefi, edhe nëse ushqimi është pi halalit. Kjo është prej dyrëve më të forta të shejtanit ku hyn te biri i Ademit. Cila do të hajmë dhe e di që shtojnë na. Kena me hangër mo, kur thuj, edhe nëse e kipi halalit. Pse? Se ti nuk i kriju për këtë punë. Zoti ta ka mundsu me hangër sa me majt vetën. Zoti ta ka mundsu me pije sa me majt vetën. Jo me hangër sa ti nuk ban. Andaj ka thonë sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu na fal të gjithëve, sepse të gjithë bëjmë pjesë ka pak te kjo. Ka thonë alaihi salatu wassalam, prej shenjave të kiametit që s'kan mi pas sahabët e mi, se kanë pas sahabët, e ka me arë ma vonë, cila ka qenë, ka thonë elbitane. El batn, barki. E barki bishka ven? Barki pasaj vjen edhe ta begjumin. Barki pasaj, Zoti na ruaj dhe na përmirësoj të gjithëve ya Rabbul Alamin. Andaj duhet kemi kujdes nga pangopsia me ushqime. Kur ti fallon pasaj veç me menue, çka me hangër valla. A keni pa do ushqova me natën të hana i sen. Pse valla ti veç pse stave të marr abdest falna? Apo pse nuk ta vësh ta marr do Kur'an ta lexoj? Ta shloj një ders ta ngoj. Jo. Apo thash na shtashon mos ka frigorifer na i sen. Apo e trazon ndoshta bashortën e vet apo nanën e vet do çu marron ndaj sen. Çi kjo me kan bota e di kush ai treti aty. Runa zot, andaj kujdes. E kanë pyetje Imam Ahmedin rahimahullah. Ka thon sa herë ha besimtarin dit? Ka thon një herë. Një herë. Ka thon o hoç, na nuk kena si ti, të më tolero pak. Ka thon 2 herë maksimum. Çka ka thon për tretën? E çka ka thon për tretën? Allah na përmirësoft. Ka thon o gjo, se bëkna, lo, s'mujna bashkështu, një herë ka thonë një herë, mëse ka, hajt 2. Ka thonë, dikush do dhe për tretën, ka thonë qonë në shtallë. Po që veç me angër ka, runa zot. Andaj dhe zë, ne nuk kena hajvan, ne nuk kena kafsh, hajmë sa për me majt vetën, hajmë sa për me majt kam, ka thonë alejhi salatu selam, i mjaftojnë birit të Ademi disa kafshata për mës mira korizi. Që të majnë kam. Ama na hajmë sa të majnë kam, a deri sa do më thonë barki do të bëllë mo, mjaftë mo, ka thonë alejhi salatu selam, nëse i e të hangër se s'të hangër, ta ka kujtu, ka thonë le pak për frim.
Haj marr ajër, pak oksigjen. Andaj dera e tretë, cila të ndërum xhamat, kujdes nga ushqimet. Shejtani ku të çove që jetu hangur shumë, apo thot çiki, ato hang si insana, çiç. Kur ta çove se ke kalu limitet njerëzorës, thot ka dalë edhe unë. Ky pa Allah me hangër. Ky veç për me hangër po menoj ka. E pastaj kjo ka pasoja tjera, sepse ushqimi i madh krijon çfarë? Telashe të mëdha. Se ti pastaj këtë ushqim e krijon në energji dhe kjo energji pastaj kalon në lakmi. E ti apo je i ngopt. Andaj disa prej dietarëve çka kanë thënë? Ka thënë hajvani ai rrezikshëm kur ai u rritur. Vini re. Hajvani është shumë i rrezikshëm kur ai i rritur. Këshire tigrin e ka hangër kaprollin. Apo çati ka përcejnë mësani 100 kaprolla thotë jo i ngimja unë. A insani kur bëhet i rrezikshëm? Kur të haje. A u ka ngi? Rujo tash. Tash rujo se ai nuk de ai u ka ngi. Se kur ai u rritur mundohet pak do buk. Apo a keni pa kur njëri smut milioner thotë o zot veç çka çmuje hekma. E ku metën milionat? Tamam zoti ja jap shnetën, mësani thotë ka dalë se unë jam mizant. Për këtë arsye të ndëruar xhamat, dera e tretë cila do të kemi kujdes. Kjo është i ka detalet e veta, nëse na mundson zoti do t'i shpjegojmë në një rasti tjetër. E katërta të ndëruar xhamat, cila është dëshira e madhe e njeriu për zbukurim në këtë botë me mobilje dhe tesha dhe ndërtimin e shtëpive. Shejtani njëra prej dyrave më të mëdha cila ja angazhon trunit dhe ja vënon qëllim njeriu, ja ban kible. Thotë ti kimë punu për drasa. Sa njeriu i ka shku jeta, apo në tulla, hek tulla. Në tulla, vëno qiment, hek qiment. Kjo shtëpi, mobilje, qiti piknena, jo sporim, ajde i qes në knena. Tan jetën mirët me qëta. Edhe me bom, për shembull, runat apo qirë që njerëzve thjesht nuk i shkruhet historia. A mundi me paramenu, për shembull, ju me lexue në historinë e Ibn Hanifës apo Imam Shafiut, i kishte merak, për shembull, mobiljet. A ka që të dikon? A mundi me paramenu, për shembull, Abu Bakr Sidikun ose Omar Khattabin ose Uthman ibn Affan ose Aliun ose dëni sahabe, shumë i kishte merak drasat. Veç i drejt, ja s'ka. Pse? Kjo mjet. Kjo mjet ndërum xhamat. Ka do njerëz nuk e kanë mjet. Pak me agrith. E gritha. Do më thonë si ti çapës më ja pa hek në cop. Po nuk ka me çapë kjo vëllai, drasa kjo. Të ndërum xhamat, mos t'i bëjmë mjetet qëllim. Se pastaj ti kime vujt shumë. E shejtani se të dashofe, se je lidh për tulla, ai ta shton. Apo? Ai thotë kjo shtëpi, duhet me punu. Po duhet të gjë. Po duhet se s'po janë mësuar të rrit tunet, apo? E çfarë duhet? Çfarë duhet? E ke vao këtë mirë dhe më funele. Ka çajt nipi i Aliut radhiyallahu an, edhe kur e kanë pyet pse po çan dhe ka thuni poezi të gjatë, ka thënë ndërtojmë shtëpi, i zbukurojmë shtëpitë, blejmë mobilje, e mbushim me familje dhe e lajna. A mund të para menu. E mbush në ketë komplet e bën e Andres në ketë. Kësaj nuk i hiftofti kërka, ke në rregull. Në fund do të më lan. A ka dikush që se ka lan të ndërum xhamat? Për këtë arsye, le të zbukurohemi për shtëpitë tona, sa kemi, tash na nuk po thojnë se na mundna mu bosi pejgamberi alayhis salatu wassalam. A dini çfarë shtëpi ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam? Kur e ka se ka qenë gjatë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kur e ka ngrit dorën e ka prek çatin. E ka prek çatin të ndërum xhamat. Ndërkohë që na i prek çatijat, jo ban ma thot mat gat. Apo i vërtet mirë që do të çanga kjo. 100 herë thot presh edhe një herë ndreçe. Pse? Se e adhuron. Ka thënë alayhis salam, ta'isa abdud dinar. Ha? U prisht apo u shkatroft apo u shkatrua robi dinarit. Ha? Është sikur kur hin thera e sundel. Fa idha shike falan taqash. Ka thënë alayhis salam, kur hin thera s'dy me dalmo. Apo kur hin një dikush, për shembull në xhungull thera s'dy me dalmo. Kat hije xhembohet. Po këtë arsye kujdes. Nga kjo dunja, nga zbukurimi të kësaj dunjaje, merr sa ki nevojë. Apo shikoni njerëzit kur i ndërtojnë shtëpitë e veta. Ai bën sa i duhet, ai bën sa për kushijën. Jo, një kat thot për mua. Një kat për kushijën, një kat për gratë Facebook, me nxjerr Instagram, edhe në podrum rrin ata. Këto janë njerëzit. Pse? Dashnia për pamje, dashnia për të pa tjerë. Kjo është dera e katërt që ka përmend Ebu Hamid rahimahullahu taala. E pesta prej dyrëve të shejtanit, që të ndërum xhamat. Ka thënë et-tam'u fin-nas. Lakmia ndaj njerëzve. Kur ki qef me dash njerëzit. Kjo është lakmia e madhe. Ndërkohë që ai që do me nejt besimtar me Zotin, ai i cili dëshiron me pas raport me të vërtetën, me kanë rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ai nuk mundet me këtë dunjaja me dash.
Jo. Ai për shembull që ka dalë armik i Zotit, çish do më apo me ta. Ai për shembull ka dalë ka shejtani në saf. Çka kemi bëti me ta? Andaj nuk duhet lakmia e ndaj njerëzve me na marr për shembull. A keni pa disa njerëz thotë, unë s'du më prish me kërkan valla. Ti s'du më prish me kërkan, po ai do më prish. Apo, a më në me thonë për shembull dikush me thonë, unë kam qef musliman, mos më çit një punë, një loç ju kam me shejtanin. Jo, nuk mundet. A u bën musliman? A thave ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A thave ç'është po? E tash, çka ki thon? Unë dëshmoj se i vetmi Zot që meriton adhurimin është Allahu. Çka thave në çket fjali? Dhe këta ata që sedojnë Allahin unë jam me ta. Ata janë shumë? Kur thush ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i Zotit. Allah na bashkof me ta në xhenat ya Rabbul Alamin. Të ndërum xhamat, a mundet për shembull njëri më thon, valla unë pranoj Muhamedit për pejgamber. Po mos um çet në punë me Abu Xhelin mua valla. Jo kam me dal punë me Abu Xhelin. Se Abu Xheli se ka dash Muhamedi alayhi salatu wasalam. Andaj ai i cili ka pranuar Muhamedin, ata shka se pranojnë Muhamedin i del punë me ta. Ata kanë me të ofendu, kanë me të shoh, kanë me të cënu, kanë me të bëjë gjëra pse? Se thotë unë se pranoj, ti e pranon. Andaj mos lakmia në njerëz është njëra prej mbrojtësve të shejtanit. Mshelja derën, mos lakmo me të drejtë, ndërkohë që pa të drejtë ajo mesele tjetër. Për shembull, njeriu miro mos sill me këtë njerëzit mirë, miro me pas raport mirë me këtë njerëzit, mos me hangër hak i njerëzve. A për shembull dikush thotë, "O ti sillo sa dush mirë me mua se s'dua, veç pse je musliman, veç pse falesh." M'fala më unë. Andaj, shiko ka ardhi nana e një sahabiut në Mekke. Edhe ka thonë djalë jam, leje këtë fe. Mos i shko mas Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ajo si ka thonë alayhi salatu wassalam, na i thojna. Ka thonë mos shko mas ti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe non ka më butësi me sen tu mundua, edhe vona ajo insiston. Thotë diçka. Unë buks hamo, as nuk pi ujë. Derisa ti ta lësh fenë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ai thotë oj non, habe bukses. Unë këta se la. Para më ti më thon dikush, mos shkon në xhami baba, më thon mos shkon në xhami zon sa buk. Derisa ti mos shkoj në xhami. Çai thu, baba, ha buksun, sun në la xhami. E para më në kështu sahabia. E para më në çfarë tërbie kanë pasur sahabi. Në fund to e lut, është që ajo po insiston. Atëre ja kput shpresën. Thotë nana ime. Unë s'po du ti mos taj buk, ha buk. Pi ujë, çeko i ki bukën, çeko i ki ujin. A nëse për një me e ki këtë punë ti, që me të vërtet ti s'do me angër buk, deri të vdesës që unë t'ala fejnë e Muhammed s.a.s. Ta di shoj nana eme se një mi shpirë të mi pas që to, me dale mu këthije, unë e fejnë e Muhammed s.a.s. nuk e la. Pse? Boldu, ama Muhammed s.a.s. është më i madhe. Andaj, lakmia është dera, lakmia në njerëz është dera e pestë. Mos lakmo shumë në njerëz. Ti ecë rrugën tane, rrugën e Zotit te bareke ve teala. E gjashta të ndëruar xhamat, cila dera shejtanit? Ka thënë Abu Hamid rahimahullahu teala. Nxitimi, ngutja dhe braktisja e verifikimit dhe vërtetimit të çështjeve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu min ash-shaytan. Muguto pi shejtanit. Wal anat min Allah. E mukoni ka dalshëm, mukoni qet, mukoni matur, është pi Zotit. Zoti nuk gutet. Njerëzit thonë për Zotin çka mos. Njerëzit thonë Zoti ka evlat, sidomos këtë kohë, Zoti na rrit. Apo festojnë njerëz dinë çka festojnë, Allah i Zoti, inshallah ya rabbul alamin. Sidomos çka thirrën në Islam. Nuk e di çka të thon për Zotin e Madh, xhel xhelalu. Tani shiko, njerëzit nuk i verifikojnë gjërat. Nuk i vërtetojnë. Pse kë tu festuar, çka të bëj unë? Ka dalë ai, di çka të festuar. A di çka të festuar? Andaj, shumë prej gjërave që të cilat ne nuk i vërtetojmë, shejtani hiq aty. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O ju musliman, o ju besimtar, nëse ju vjen njëri juve fasik, i prisht, edhe ju ka dhënë lajme, të ndërum xhamat, si cili pinjere, vallahi edhe e di se njëri arrnacak, ama i thot anite, edhe mos mi besu, ki thot te vetja vet thot, ki arrnacaka. Ama a thuve? Si t'ja nis, a thuve? Shejtani thot po. E nini njeri, filani be, fol keq për dikan. Ti e di që kish ka të kallzuar rrnacak. Ama është ai tjetri, ai gërsina shka shifët, ai thot, shire rrnacak, e dinas edhe, unë e di që rrnacak, ama ka na i sen. Ka na i sen, hini një përqindje. Ven janë një rrnacak tjetër thot, po, folet mua beti. E po folet muhabeti, e kur të bëhet më mos me verifikim, atër ti e ke qenë dera shejtanit. Andaj kjo fe është fe e verifikimit. Kush tha Allah? Çka tha?
Çështu kanë rënë njerëzit në fitnën e Aishës. E ka qitim në seluli, ka thonë, Aisha ka bo zina me një burr, gruaja pejgamberit alayhis salam. Të ndëruam xhamat, fitnja e lajme ma fitnë e madhe. Njerëzit për shembull, a para mendoni pejgamber kanë prek. Edhe kanë rado musliman. Kanë rado musliman. Kanë thonë, po shtash këtë po thojnë. Ku i diu në çka ka bë. Para më njëri për shembull ka bos kushëri Aisha radhiyallahu anha. Ka thonë, po ku e di be unë çka ka bë tash. Allahu xhelalu ka zbita ajete. Dhe janë kanë xhikos ata njerëz, pse? Se nuk e ki verifikuar. Andaj njëra prej dyreve të shejtanit, cila të ndërum xhamat, është ngutja, nxitimi. Ana si popull, Zoti na falt, a jemi të motora, dëgutshëm. E dina krejt. Inshallah Allah na fal ya rabbal alamin. Dera e 7. Cila më radh. Thot Ebu Hamid rahimahullahu taala, dhe prej dyreve të shejtanit, kjo është e madhe. E kjo është derë e madhe. Keni po i kanë do hotele dyrë të mëdha, do xhamia të mëdha i kanë dyrë të mëdha, hapësirë e madhe. E mirë, çka derë është shumë e madhe. Andaj të shkoj thot, deri tash Ebu Hamid thot, pi dyrëve. Tash thot, wa min abwabihi al-azima. Edhe pi dyrëve të mëdha që i ka shejtani. Cila ed-darahim wad-dananiru was-sa'iru aw asnaf al-amwali min al-urud wad-dawabi wal-uqar. Thot, dhe prej dyrëve të mëdha ka hin shejtani te biri i Ademit janë dirhemët, dinari dhe llojet e ndryshme të mallrave dhe kafshëve dhe pasurive të patundshme. Ta ndrojna me codit. Dhe prej dyrëve të mëdha të shejtanit të biri i Ademit, cila euro, dollari, frangat, mallrat, kerrat, shtëpiat edhe toka. Ka toka shumë ki. Kjo është fitnë e madhe e birit të Ademit. Shikoni njeriu për parë çka bën, runa Zot. Për parë ka thënë alayhi salatu wassalam hadith. Hadithin e ka nxjerrë Imam Muslimi në Sahihun e tij. Ka thënë alayhi salatu wassalam, zgjohet njeriu në sabah musliman. Gjatë ditës i shet jargovantat, dverdhat edhe të jeshiltat. A i dini çka janë këto të ndërum xhamat? Ke i dini. Çaja shkam shkojnë me mua dhe juve ju shkon. I dini çka janë? E jargovanta ja u kanë ndru njerëzve kiblën. Dikujt ja kam, si cilin ka pak e gërvish. Pse? Se nevoja për to. Andaj dinari dhe dirhemi, euro dhe dollari i bëjnë njerëzit që ti shohin gjëra të ndryshe. Për shembull të ndërum xhamat. A shati një njeri i cili për shembull nimon ka pak, ti jep do dinar. Edhe njëri për shembull sta zgjat dorën. Ti a janë njësoj? Jo, s'është e mundshme ajo. Pavarësisht ati ka dhënë me hak apo pa hak. E tash për shembull, shicëli për shembull, sidomos që janë më i vjetër. I ka 3 vlat. Njëri ja thar me tjergovanta, ai më çetri me zemrin për shembull. Thotë këta e kam, kanë shef, kanë sultan. Ka mundësia i ditë janë 100 herë më i mirë, më i devotshëm, s'rren kur, sillet më mirë me babën, ky e sha, ne ofendon, po ama thot tjergovantat. Kush bile tjergovantat? Gjali i madh. Gjali i madh që më i mirë në bota. Ai më i madh i cila, ai ba makina sugari, më i madh i thota. Mos e prakni këta. Pse dinari dirhem të ndërum xhamat, kjo fitnë e madhe. Ka thënë alayhi salatu wassalam, çohet njëri në sabah musliman, gjatë ditës, akşami e zë kafir. Allah na rujt. Ka thënë alayhi salatu wassalam dhe e kundërta. Në akşam akon musliman, sabah e zë kafir. Ta natën nuk e dim çka ka bë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yabi udinahu bi aradin min ad-dunya. E shet fejen e vet për do parët kësaj bote. Valla thot shumë parë, problemi mi rezistu këtënve. Andaj të ndërum xhamat, duhet me pas kujdes. Fito pi halalit, jeto pi halalit, dirësitu me halal, lodhu me halal, ama mos e adhuro. Mos adhuro se bonsh, robi dinarit, robi dirhemit. Sa njeri ju për shembull, bane e sap kështu. Me ka njerëzit mi përkthi punë me pare. Punë me pare. Sot ala ma shumë kish pas nders. Mi ju pas ton organizatorët mas dersit shpërndan ka 1000 euro për prezentuesit. Ti suni kishte një potencialit këtu. Se të shkupit kishin orë krejt. Ka 1000. Me thon ka 5000. Me thon ka 10000 ligjërat. Apo po sa bën të ndërum xhamat? Ka thënë alayhi salatu wassalam, 2 recitatet e sabahit janë më të mira se dunjaja dhe çka konta. Më të mira se dunjaja çka konta. Me ta artina kont. Me ta artina kont. Sa herë për çdo namaz çka e fal, ka 1000 apo 5000 euro. Apo po ti çu shekir me telefonin, shekir ata kontin atë. Çeshir namazin, s'dash me namazin. Për këtë arsye të ndërum xhamat, duhet me pas kujdes
mos na e provokoje neve dinari dhe dirhemi fenë e Zotit te bareke ve teala. Allah na ka sprovue. Allah na ka sprovu. Dinari është mjet kalimi, duhet ta kalojmë këtë botë. Kjo është prej dyrëve të shejtanit. Prej dyrëve tjera që të ndërruam xhamat tani po i kalojmë pak më shpejt se edhe koha na ka përfunduar. Dera e radhës, cila të ndërruam xhamat, është dera e kooperacias dhe frikës për fukarallëkit. Sa njeriu për shembull i ik namazi, sa jep zakatin, mendji se agjiron, e nuk shkon hax, apo me cilën arsye? Pi kooperacias. E vetmja cilësi e ligë që në Zotin në Kur'an e ka qujt zina, pi cilësive të karakterit cila kooperacia. Alladhina ya'muruna bil bukhl, alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ata sot vet janë kooperac dhe i urdhnojnë njerëz me bë kooperaci. E ka qujt fahishe. Zoti e ka qujt fahishe. Na fahishe kujt ne thonë, kur bëhet diku zinaru na Zot. Allah kooperacinë e ka qujt fahishe, pse? S'ka ma keq. As e vladi se do babën e vet kooperac. Mendji thotë se janë zë dinar tina. Kur kush nuk e do kooperacin. Muslimanët më kanë gjymert, muslimanët më kanë bujar, mos më udhim gjërat për hir të Zotit te bareke ve teala. Ka ardhur një plak te Abdullah ibn Mubareki. Ka thonë ka ve mundsi një grujës jetimat s'u bëjmërin me i rujt se jam e vej. Abdullah ibn Mubareki e ka hinë shpejt, ka thonë se ngini mal. Ka marrë në kesë 10.000 dinar. 10.000 lira talltanit, ja ka njeh. Edhe ja ka marrë kesën. Tush kur i ka pa, s'ka pa kush as parë. Ka kthit Abdullah ibn Mubareki, ka thonë o hoxh, unë pak sa me hangur këto parë shumë janë për mua. Na ka thonë se kena çast statusin, edhe hallin ekonomik. Ka thonë Abdullah ibn Mubareki, rahimahullah, shiko. Na shej thonë, pritësh pak këtë koletën ka çosh apo çfarë meriton dot kjo gjë. Apo e japin te na zakatin thot, shumë parë ki fukarajës diçka t'ju baje. Zakatin e ka thonë, ja mendon ki çka ka me bë parët. Çfarë shko pras njerëzit që janë në dhënien e zakatit. Dhe në dhënien e sadakës, ku i çon ki gjithë to parë. A ki ti tuat që të kanë met, ku janë? Ti 2.5 be ke dhënë. 2.5, 97.5, ku kanë me met ato? Ka thënë Allahu Mubareki, oj nana jemi. Oj ti nana e këtyre fëmijëve. Ka thënë na t'jap na sa na ka dhënë Zoti, jo sa ti ja të dash. Na e kena që kaç, 10.000 mund ta konë ti dhënë. Andaj mos bëmi kopras të ndërum xhamat. Feja është bujari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka shirum Mekkën, atë janë konto njerëzin fajt e aj. Edhe ato i kanë thënë tash, pa le çka më bëu pejgamberi sa me neve. Edhe ka thënë, ç'a më noni, çka ka më bëu me juve? Kanë thënë njerëzit, ti bujari kon sa herë. Ç'a do të thonë? Shkon. Njëri mirë sa atë liron. Ka thënë Ibn Qayyim al-Juzeyni në Madarijus Salikin, me njërin e mirë kur dhe të lashe. As kur çitesh, as kur blesh, as kur takohesh, kur. Sa herë është i lehtë. Thotë Enes ibn Malik, s'kom pa njëri më të lehtë se pejgamberi alayhis salatu wassalam. S'kom pa njëri më të lehtë kur kujna nuk ja prishke, veç sa kon haram. Ato dikush thot, a pinë raki e vllase kam merakun, jo, raki spi. Ama unë nuk ta prishi kurkun. Kur kujt që ka prish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A pse? Se ka qenë njëri lehtë dhe ka dhënë shumë. Thot Aisha radhiyallahu anha, nuk doj ke parë jam i me të shpi. Natun që këtë këto, kush i ka pru këto, kush ja këto pare, dil ke i shpërndajke, sallallahu alaihi sallam. Andaj dera e madhe që tonë cila, kooperacia dhe friga e fukarallëkit. I nini njerëzit, zor ka mu bo. A ka mu bo zor, a? E pse ka mu bo zor? Po 97-ën, cëlli Zoti ka furnizu njerëzit? Po 1600-ën, cëlli Zoti ka furnizu njerëzit? Po 800-ën, kush i ka furnizu njerëzit? Po para erës sone, para erave, pise ka ardha Ademi alayhis salam, kush i ka furnizu njerëzit? A nuk ka Rabbul Alemini po? E pse 2026 në me thonë, valla, shka be valla, qaj Zot që i ka furnizue? Ka ardhi njeri të Abdullah ibn Omeri, i ka pas 10 vlat, kush i e ka pas? Edhe ja ka nis tu anku, shumë pimri, se ki pa njerëzit, o gjo, shka me të ban o gjo, valla, me të frinja, qa me bëhe? Edhe i ka thonë, o Abdullah, zor, i ka thonë Abdullah ibn Omeri. Ka thonë, oj ndërum, qatë fëmijë shka Zoti së më ta furnizon be ma mua. Qatë shka Allah së më ta furnizon, së s'po ka Zoti, hasha wa kella, be ma mua. Ka thonë, eudhu billah. A mujna me thonë, e ka kriju be Zotin i njëri që atje, së më befrin. S'ka. Këshini kafshet sa hajtë në ndërum gjemar. Këshini balenat sa hinë në për Google, në për ato dokumentarët sa të miret me botën e kafsheve. Pa i habe të 70 vetë sa kjangë për një ditë. E furnizon Zoti i Madh xhelle xhelalu. E furnizon Allahu subhanahu wa taala, ka prej furnizime, shiko shtetet sa thot, kena gjet naft për 40 vjet. Për 40 vjet. Gjithë to kera vazhdimisht aeroplana e çka mos thot, për edhe 40 të tjera vazhdimisht.
Këto janë furnizimet e Zotit te bareke ve teala. Allahu ja thot në Kur'an: "Ma uridu minhum min rizq." S'po ju lipi unë juve më furnizue. Unë ju furnizoj juve. Zoti ma te bareke ve teala na furnizon neve. Andaj frika për fukarallëkët. Shejtani e prit. Kujdes thot. Ti më shkon me fala më mushteria të dera donet. Mushteria të dera, edhe ta bë fukarallëkin te shit. Dera tjetër, cila të ndërum xhamat. Është dera, vjen çka thot. Dera e fanatizmit për ide, mezhebe, epshe dhe urrëtia e madhe ndaj kundërshtarëve dhe nënçmimit të tyre. Shumica e njerëzve shejtani ju hiq ato. Nëse i kalon këtë këto dirë, çka thot? E ti për shembull nëse një njeri thot as fukara që si tutna, as për shembull do një vepër të likpi për jashtë se ban. Çka ja bën sa që hi ka dera tjetër? Çka i thot? Mashallah te barakallah, Zoti s'ka kriju si ti kërkan. Më i miri në botë je. Apo duhet njerëzit me të armë ta puth dorën po sta din kadrin. Ja fillon shejtani mi madhnu veten e vet. Me ardh që tu e Buhanifja ti e kishe bëhe për kurkun. Me ardhe Imam Shafii rahimahullah, veç me pas një debat me tije e kishte muj debatin. Ata thotë që ta? Atëherë çfarë i thon kësaj? Se i thon fanatizmi për ata. E merr njëri një ide, e merr njëri një mezheb, e merr një mendim, edhe thot këtë bota do të më kthej çtu. Ai më mend çka të fol. Bota e ka obligim me ndjek Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ata se si ti e kupton fen, ajo e jotja, ti je një insan. Ai insan, po. A nervozohesh, a ki zili, për shembull të ndërum xhamat. A mundën që këtë mjegëll sa që e ka rrok të na, edhe që edhe të ju. A mundë dikush me thonë për shembull, aty, do shtëpia s'ishin mo. Që i thënë na, o valla, megla, janë ato. Nuk janë, tamam, valla billasu ti si ti pa. Apo, veç të heket megla e shë, çështu janë do njerëz, pasha Zotin nuk ka. O megëll ka, nuk i tu pa, prit se ka me dal. Jo, duhet me çu me prek. Çe valla prek se shtëpia çatia. Për këtë arsye, nëse kena mjegëll në krije, duhan, tu ka turbullue, a mujna mi mohu gjërat? Jo. Për këtë arsye të ndërum xhamat, kujdes pi fanatizmit. Veç unë çka tham. Mundesh me dash hoxhën tan, e do dietarën që e ke zgjedh me ngue, qoftë pi imamave të mëdhej si Ebu Hanifja, si Imam Shafiiu, si Imam Maliku, si Ahmedi. Ama jo, na kur thojna Ebu Hanife, a e keni një dëni hoxh të thon alayhi salam? Jo. Kur thojna ka thon Imam Shafiiu, a thojna ka thon Imam Shafiiu alayhi salam? Jo. Çka thojna? Allah e pasmëshirua. Jo imamat, jo Ahmedi e Maliku, e Sufjani, Abdullah ibn Mubareki, e Fudhaili, a Ibn Taymija, a Ibn Qayyim, Imam Dhahabiu. Jo. Kur thojna sahabët, a keni ju kanë të thonë, ka thonë Ebu Bekri alayhi salam. Jo. Pse? Ebu Bekri radiallahu an. Omeri radiallahu an. Pse? Se pejgamberi sa diçka tjetër. A ti çu fol me pejgamber Zoti ka zgjedh. Ti je rezuli jam, ti i dërguar i Zotit. E ka disa njerëz nuk e shprehin, se tutën me shpreh. Ama i vetë se ka mrim ata. Hoxha jam alayhi salam. Ai ti di çka do folbe. Ka thonë hoxha jam edhe u ka sos kjo punë. Pse kanë sos kjo punë? Për kan, për njerëz të kiblës, për njerëz të muslimanëve, për njerëz të cilat i përkatësohen kësaj feje. Pse? Ka thonë hoxha jam. E ardhën një ditëve do musliman te Imam Maliku. Dhe ja nisën. Hoxha të na, çështu po thot, ti s'po thu çështu, ja nisën tua. Ngoni. Nal. Në Medinën e Resulullahit alayhis salam. Allah na mëson me vizitoj ya Rabbul Alamin. Çfarë i tha Imam Maliku? A peshivni vorrin ko? Se në xhaminë e sa më vorri pejgamberit alayhis salam. Tha peshivni vorrin çti. Po. Tha veç çatina si kthehet llafi. Veç Resulullahit si kthehet llafi. Sa ai pejgamber i Zotit. E tha tin veçerve, mund e studion, e gabon, ja qillon, ma vonë 20 vet, e kështu me radhë. Njeri është objekt studimi. Sot e sheh, nesër nuk e sheh. Edhe gjithmonë maje me mjegëllën. Ka njeri ka mjegëlla, ose për shembull nuk sheh mirë. Bambe vallahi çështu. Edhe ti thu ka dalë veç tip shina paksizat është se si tu pa mirë. Tha Imam Maliku veç Resulullahit nuk i kthehet llafi. E tjerët janë objekt studimi. Andaj, kujdes nga fanatizmi dhe nga ngulmimi veç unë çka tham, se shejtani thot ti je më i miri. Kjo detalet e shumta i ka. Tjetra cila është prej hileve të shejtanit, cila është kur njeriu vazhdimisht angazhohet me çka? Angazhohet me fjalët dhe interpretimet e njerëzve. Çka thot me dhebja në fi për çket punë hoxha? A ki për shembull një e gjims drekës e ka fol sabajin.
Çka duhet ti valla, çka ka thënë Banife? Ç'a duhet ti valla? Fal do sabajin kur e fale? Apo valla Allah na falt. Po mos të fal Allah për çet parën, për çka ditë çka i të vet, lutem të fal. Ti vend se më voj istighfar ti vend tu. Çka ka thënë Hoxha Imam Ahmedi për këtë sunet? Çka ka thënë Imam Maliku për atë sunet? Çka ka thënë filan imami? Ki imami kish bë këtë demand, i ka bë kundër përgjigje? Valla sa puna jote me kjo. Sa puna jote me kjo. Ti për shembull me çtimin i mezhlis doktorëve. Dhe ato janë të debatu për shembull. Apo zemrat, damart, mëlçia, gjaki, apo mushkrit, veshkët, apo edhe ti i thu, shkeni të folbe. Ti për shembull me sti të njerëzit për shembull, nëse ti s'e di kompjuterin, apo? Edhe janë mbledhur për shembull 10 njerëz që janë specializuar në kompjuter. Edhe ti thu, a jeni të fol për toka, apo jeni të fol? Ti s'merr vesh kur gjë. A është normale kjo? A normale. Ata thonë, "Allah, ti motocikleta, çka duhet? Çfarë duhet ti?" Shikoni për shembull, ai thon kësaj smart, telefoni mëshëm. Pse? Se edhe nëse je pak si shul ani di me përdor, te kamerën e gjejnë. Edhe WhatsAppin, të ndërruam xhamat. A mundi para mendu se janë këto shembër sa për ta afruar. A bash ta hamenja me Banifën Mushtia. Ta hamenja me Mahmedin Momora. 1 milion hadithe i ka ditë. 1 milion hadithe edhe del për shembull një xhaliri thot, "Po ani boja, ani, Allah, shko me pi hapa, Allah, drejtoj, a di çka të folë, Allah. A di me kush akon ti për shembull Sufjan al-Thauri. A di sultanat i kanë pas dronë atina. Harun al-Rashidi kur i ka pa ulemat. A ka një alim në kohën e vet, e ka pas singat xhamin. Edhe një ditë gruaja vet tunet, ai sultan, gjithë ato ushtarë polic. Edhe ka të shtin hoxha në xhami. Ka të shtin. Edhe ato këtë xhamati, ai ka thonë elhamdulillah, ai ka thonë yarhamukallah, edhe ka ushtu xhamia, si jehon ka bë. Edhe ai ka thonë shka u bave, ka thonë gruaja vet, të shtini sultani. Kush? Unë jam sultani. Ka thonë ai, a sultani, jo ti. Ka thonë ti kur të shtin njerëzit pitutës thojnë, a? Sa të bish për qeverie, se e shetë ka shka me thonë. A bishe kur përbin qeverit? O, me thonë se sa e riket që akon. A me kur akon pushtet, ju ka drujt. Sot këti dhe tjetrit. Qështu janë, këtë rrejna. Apo, faraonit ja kanë bëhe që është sa për që ti. Ta ma më ka dhe ka thonë, a be lese. Për këtë asyjtë ndërum gjëmat. Kujdes mos u angazhoni me interpretimet e gjërave detale që së përkasit. Për këtë asyje, çka ka me hiunë mes Malikut dhe Shafijut? Çka ti unë? Çka ti unë mes Shafijit dhe Ahmedit? Çka ti unë mes Ebu Hanifës edhe kundërshtarëve vet, të se ti ka pas në shkolla dhe në ide. Ç'a më bëu? Që më mbledh ti doktor, çka kemi bën? I thu, "O Allah, bëmë mua motocikllave në shkollë unë." Ju vazhdoni mohabetin. Smuj. Mu mbledh 10 pilota, çka ban ti me to? Apo, ai shpjegon kështu, ajri, ti thu, "M'fal, ku do të më ulun çdo?" A ki pon kur ti në aeroplan? Ulu thot, "Noi rripin shuj." Njerëzit a ki pa kur ka turbulencë? Janë, Allah, përveç dua, edhe çka ban dua? O Allah, ruja men pilotit. A thu rumi men të mija, ruja men pilotit. Jo, ruja men pilotit. Se me bo me amor men të ati shkove ti. E për këtë arsye të ndërum xhamat, kështu janë konë sahabët, edhe tabiinët, tabiin, dhe krejt musliman të mirë deri në kohën e sotit. Do të me bo dua, o Allah, ruja men të hoxhës, se ki me livrit e hojna krejt. Imami me shkuna, ke shkojna. Apo, para menoni një vend pa doktor, pa hoxh, pa dietar. Shkon katuni, shkon qyteti. Andaj, e jo ti mi u bo ati rival se dështon. Dera tjetër e shejtanit, cila të ndërum xhamat, thot Ebu Hamid El-Ghazali, thot, është kur njerëzit e rëndomt, avami, xhamati thjesht, që se ka studiu Kur'anin, se ka studiu sunetin e pejgamberit në gjuhën e vet, në origjinalin e vet, është kur ata hyjnë në çështje të cilat nuk i përballojnë me kapacitetet e tyre intelektuale. Hinti për shembull do me o tefsir Kur'anin. O xho, vjen thot, këshire këtu çka po thot? Po thot be po s'po thot për ti, olla. Po thot, po jo për ti. S'kibe kapacitet me bë këta. Andaj, një musliman i thjesht duhet t'i din obligimet e veta. O do t'i ki 5 vakt namaz, s'ka hoxh që thot 6. A keni vibe dëni hoxh që thot 6 vakt? S'ka. 5 vakt e thojnë. Krejt thojnë 5 vakt. A ka dëni hoxh që ka thonë, o nuk ka kibla ka qabja, këne e du. S'ka. Janë pajtu musliman për disa gjëra, ti qato t'pajtu më të sun pi ban, po shkon po ka po për gjëra të sot, s'ki mundësi ti mi bëj ato. Andaj, njëra prej dyrëve shejtanit cila kur e ngarkon njeriu me diçka s'ka mundësi. Por shembull thot, unë du me bë tefsir çka jetë. Sot jetojmë në vaktin e çfarë? Ti sheh njerëz në TikTok ka 7-8 sahat rin, ka 10 sahat, çka po bën? Kush janë këto vëlla? Jo, çe atë apo. Shkojnë për shembull në perëndim atje,
e kanë rahatien, i ma shteti social, edhe çfarë? Po hiun e po baj thirrën rrugt Allahu subhanahu wa taala. E çka ban aty? Edhe pastaj normal se shejtani ka njerë ja ban me qolluë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë ditë kur Ebu Huraira ka komunikuar me shejtanin kur ka ardhur njerit. Edhe në fund ja ka thonë i llaf shejtani, Ebu Huraira ka thonë, "A be ki llaf duket si hak, po më mirë ta vete pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Çka i ka thonë shejtani? E ka kap Ebu Huraira. Ka thonë, "Lirom, une ta kallzoj një dobi." Ka thonë, "Çfarë dobi do më kallzoj? Se disa herë jam do të zonë." Ka orsi hajdut. Ka thonë, "Para se më ra me flet. Lexoj ajetin Kursi, edhe shejtani s'm ta afrohet, unë s'm ta afrona." Ka thonë, "Çash, a ki po hajduti thot, unë të kallzoj ti çish me mshel, sa i mas mirë ti çish çelë drini." Thot, "Mshele që ashtu s'm ta çeli." Edhe çfarë ka thonë? Ka thonë, "Ta veti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Ka thonë, "Ja Rasulullah, më tha çështu, çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sadaqak." Për nimet vërtetën të ka thonë, ama i rënacaka. A ndodhë një herë TikTok-gjia mja qëlluj, a ndodhë. Ama TikTok-gjia, të Allah, a i prap jetë njeri i cili s'ka kompetencë për ata. A ndodhë gjematit një herë mja qëlluj, a qëlluj, Allah, a du të mja qëlluj, por shimë, ama, qka du të musliman, du të më morë me ato të sëtë janë muttefaq alej. Pasko namaz, agjerim Ramazani, zeqati, haji, zinaja haram, kazino haram, vjedhja haram, e kështu me radhë, gjërat të sëtë janë të ndarë në islam, derri haram, coftina haram, edhe këto, mbajtja familjes obligim, që të janë tuat, na për çto duhet me punue. Dhe e fundit në ruar gjëmat, cila është, ka thonë Ebu Hamid Ghazali rahimahullahu ta'ala, thotë dhe e fundit, dera e fundit, thotë su u dhon bil muslimin. Me menu keq për muslimant. S'ka ma keq se me menu keq për muslimant. Të ndërum gjëmat, ka plot njerëz që mendojnë keq për muslimant. Menon keq për vllahun e vet musliman. As du të me menu keq për vllahun tën. Pse? Sepse bereqeti është e muslimant. Kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ka marrë malli për vllazërit e mi, për vëllezërit e mi. Sahabe ka thonë, ja son na, a jena vllazërit e tu? Jo. Ka thonë një shok të mi. Shok janë edhe vlla dhe shok. Në bazë të një komentit. Edhe ka fillu me qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, po kush janë vëllezërit e tu ja Rasulullah? Ka thonë, ata të cilët vinë mas vdekjes time, mbesojnë mua sikur ju, ama ata s'm kanë pa. E tash në kohën e sotit, a ka vëllezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka. A janë çata mrena që tinë muslimanë, po çtu mrena dikun janë. A ban mi urrejt çto? A ban mi urrejt vëllezërit e pejgamberit alaihi salatu wasalam? Ndoshta qoftë ato gjunaçar, qoftë ato gabimtar, qoftë ata interpretues të gabushëm të fesë, e do Resulullahin, e do pejgamberi alaihi salatu wasalam. A është i sinqert dhe i besnik në ata që po pretendon se e do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po? Atër shiko mundësi ti me urrejt, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, çati Zotit që ai ki besu ti edhe vllajot i ka besue. E ki pa për shembull baba, i ka vladët, s'ka qef mi pat për lam vllazit, a çështu? S'ka bab që do mi pat për lam bitë vet. Shembulli i Zotit o më i larti, Zoti s'do mi pat për la rob të vet. Pse po përlani thot ju ki ketë zumue. Pse po përlani? Andaj mendimi i keq për besimtarët e ja çel derën shejtanit, që thotë, ai do menu për vllajin keq po. A ban ti edhe unë çto. Shikoj çka ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam hadith, ka thënë si të vetmohet një burr me një gruaje të huaj, ha, a mësojnë Kur'an? Jo. Veraj shejtani. Edhe Janis. Andaj ka thënë Said ibn Jubairi, mos u vetmo me një gruaje qoftë edhe me mësu Kur'anin. Se mos ani ku ta mshelni Kur'anin na problem. Patjetër më mshel Kur'anin. Se ai shejtani thotë ani, bo mësut. Andaj, sikur që hin shejtani në mes një burri dhe një gruajes tuaj, edhe i nxit për të keq, që shtu i nxit muslimanët mu përlanë mes veti, pastaj grindën në mes veti, pastaj përçanë në mes veti. Në ditë për ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam i pa disa muslimanë tu lexu Kur'an. Dhe fillun mu përla, çka ajet sa çështu, çka ajet sa çështu, çka ajet sa çështu. Çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha i të përla, po, mshelni musafat. Mshelni Kur'anin. Tha pse ja Rasulullah na po do na mësua. Tha ku të pajtoheni lexoni. Ki po njëri Kur'an nervoz? Shë, ti e shë letrën, po nuk shëp. Tha, pajtoni, ja, pajtoni. Thot Mahmud Shakir, rahimahullahu, ta djetar për djetarët të mëdhej të muslimanëve. Thot, nëse pejgamberi më ka thonë, mshel në musafin, kur jeni tu përla, se s'ka dobi. Kur'ani ai dobishëm, por tash për ti i dobishëm. Nëse Kur'ani të më mshel, a zot më mshel në dojnate tjera për hir të Zotit te bareke ve teala. Këto janë të ndëruar xhamat dyrë të shejtanit, e këto kanë normal mbrojtjet e veta, na lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allah të na rumbi shejtanit.
Allah na ruan prej vezveseve të atina. Allah na ruan prej çytjeve të atina. Allah na mundsof që të udhëzohemi me Kur'an, të udhëzohemi me sunetin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhel xhelal që Allahu subhanahu wa taala na mundson që të ndriçohemi me dritën e Zotit, ku ja kemi çollu ka qenë pi Zotit, Allahu na shpërbleft edhe juve edhe neve. E kudo që kemi gabu ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. Elusim Zotin që Allahu të na fal, Allahu t'i fal kusurët tona, gabimet tona. Allahu na mundsof me një Ramazan pasi që jemi në prag të Ramazanit. Allahu na mundsof që të jemi besimtar të mirë të Zotit. Allahu na shtof dashurinë ndërmjet besimtarëve muslimanëve. Allahu na pranon veprat tona të mira, ne pastrojë të këqijat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.